në Gaza? Po mendoj që kjo është në vazhdim në punës shembullore që ka treguar struktura jonë ushtarake për Forcat e Sigurisë Kosovës në 3 ushtrimet ndërkombëtare Europe Defender. Janë bërë validitimi i regjimenteve të tona, është arritur ndërveprimshmëria me standarde më të larta të NATO-s dhe kjo më pastaj ka qenë një garancë e fuqishme që Kosova të jetë pjesë përbërëse e bordit të paqes dhe të bëjë delegimin e një numër të caktuar që sipas gjitha gjatha do të jetë mbi 300 që do të marrin pjesë në misionin apo në forcën e paqes në Gaza dhe kjo e forcon më tutje punën 10 vjeçare sipas planit të transformimit nga FSK në forcat armatosura dhe me këtë gjë Kosova do të jetë shumë më afër anëtarësimit të saj që të përmbyllet në kuadrin e 2027-2028 në NATO. Sa mund të jenë të rrezikuar pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës atje? Po mendoj që tash çdo mision ndërkombëtar dhe në vatrat e krizës ku do të shkojmë për çështje humanitare, potenciale për eskalime janë gjithmonë prezente dhe për këtë gjë bëhet edhe vlerësimi nga komand kontrolla dhe njëkohësisht nga shefi i shtabit i pjesëtarëve të tonë që do të marrin pjesë, njëkohësisht në kuadrin të saj ekziston një strukturë komanduese, bëhen vlerësime të periodike, por mbi këto vlerësime rrezikshmëria gjithmonë është permanente. Tani më në kohën aktuale që po flasim në ndryshimet gjeopolitike dhe geostrategjike të një konfliktit të gjerë në zirin persik, kjo veç se mund të arrit potencialin e një konfliktit më të gjerë dhe nuk po besoj që deri atëherë derisa të çetësohen gjakrat ta themi kështu në aspektin formal, vizual në gjirin persik, nuk do të ketë lëvizje të forcave ndërkombëtare në kuadër të misionit të bordit të paqes në drejtim të Gazës, pas përmbylljes së gjendjes së luftës në gjirin persik, atëherë do të kemi dërgim, por më pastaj do të rritë edhe potencialin ndonjë sulmi terrorist në